Mbledhja para e Këshillit Bashkiak Shkodër për vitin 2026 ka filluar me debate që lidheshin me mos përfshirjen në rendin e ditës të dy projekt rregulloreve për dhënien e titujve të nderit dhe vendosjes së emërtimeve të rrugëve e institucioneve. Këshilltari Bashkiak Kleran Bjaku theksoi se kjo kërkesë është bërë që nga viti i kaluar nga grupi i punës. Në mbështetje të kësaj kërkese ishin edhe këshilltarë të tjerë pjesë të komisionit ad hoc, por nga ana kryeut të Këshillit Bashkiak Oltjon Luli u vënë duke se është sjell draft dhe jo projekt akt. Ka shumë kohë që ne anëtarët e grupit punës të ngritur për vendim të Këshillit Bashkiak po kërkojmë përfshirjen e këtyre dy projekte rregullore në rendin e ditës. Puna e grupit ad hoc ka përfunduar për më shumë se një vitit. Megjithëse vazhdimisht buxhen justifikime të reja për mos t'i përfshirë këto rregullore. Rregulloret duhet të ishin përfshirë më njëherë në rendin e ditës. Këto rregullore janë produkt e një procedure formale të miratuar nga vetë Këshilli. Të drejtën për mesjellë projekt akte e ka kryetari i bashkisë, e kanë grupet e këshilltarëve, qoftë edhe ato politike, e kanë deputet, e kanë nisma qytetarë dhe kështu me radhë. Unë marrë në shqyrtim projekt akte, jo drafte. Mbledhja vijoi me marrjen në shqyrtim të projekt vendimeve që lidheshin me ndimen ekonomike, shitjen e mjeteve të transportit për skrap, këshillin artistiko-kulturor, planin e mbashtimit të pyjeve dhe kullotave, ndimen financiare për dëmet e shkaktuar nga zjarri, raportin e punës së këtij këshilli për vitin e kaluar, subvencionime e qeras për individ dhe familje në nevojë, projektin për instalimin e implanteve fotovoltaike në shkollat nëntëvjeçare publike Ndërembjeda, Salo Alili dhe Ndosmazi, për instalimin e shtyllës Ermace si dhe plotësimin e vakancës së Këshillit Bashkiak dhe Këshillit të Qarkut. Me përjashtim të projekt vendime për plotësimin e vakancës së Këshillit të Qarkut dhe instalimin e shtyllës Ermace, të gjitha projekt vendimet e tjera u miratuan me shumicën e votave të këshilltarëve.